dhe në këto momente do të e paralajmëruam në fakt që të keni kujdes të shtuar, sidomos edhe jo që gjatë këtyre ditëve apo edhe vikendit, pra planifikoni të shkoni për skijem në vendet malore. Dje është raportuar një aksident orteku në Brezovic, në një zonë jashtegu të rregulluar. Orteku është inicuar nga disa skitar, por fatmirësisht personat e përfshirë kanë shpëtuar pa lëndime. Edhe kemi edhe disa fotografi nga reagimi i teknikëve të kërkim shpëtimit malor, që pra me datën 18 gjatë kontrollimit të shtresave të borës, kanë evidentuar 2 shtresa problematike në zonën e Brezovicës, nga këto më shqetësuesja është shtresa bazë mbi vegetacion. SHMK apelon për kujdes maksimal gjatë skijimit dhe aktiviteteve bjeshkatare, veçanërisht në faqet veriore, pa përjashtuar kështu rrezikun edhe në orientime dhe pozitat të tjera gjeografike. Prandaj, ju bën thirrje të shmangni lëvizjet gjatë shtigjeve të sigurta, jashtë shtigjeve të sigurta, informohuni paraprakisht për kushtet e borës dhe motit, përdorni pajisje adekuate të sigurisë dhe mos veproni individualisht në terenet të rrezikshme. Edhe të kjo e fundit edhe unë desha me ndalë, sepse vërtet ajo rruga shkelun është gjithmonë ma e sigurta. Aty ku shkojnë edhe ku skijoj shumica e skitarëve, ajo është më e sigurta, për ndryshe e di që ka njerëz që kanë, si me thonë, janë aventurierë në kuptimin që duan me provu gjëra të reja, edhe nga ato më ekstremet mirë, po nga njerë din me që një nga njerë është të reguar vërtet realisht në disa raste ka përfunduar fatkeqësisht me fatalitet për disa persona, kështu që pse me marrë një rrezik të tillë mbi vete për nuk e di, për pak adrenalin vase. Kështu që vërtet shkoni në ato shtigjet që janë të shumë të sigurta, edhe që janë të kalueshme, edhe ku ka një numër shumë të madh të skitarëve. Dhe gjithmonë me kujdes të shtuar. Absolutisht kujdes të shtuar, edhe pajisjet e duna, edhe për pajisjet e duna, edhe me vetura që shkojnë deri atje, gomat e dimrit, zinxhiret për shembull, për ata që duan të ngjiten deri në nuk e di deri në maj atje, se kjo është e nënkuptueshme, po nganjëherë, si më thon, njerëzit edhe mund të harrojnë. Drejt për drejt, po e shohim këtu, me sa po e shoh prej këtu, pamjet në... A kjo është pamjet drejt për drejt? Në Brezovic. Nga Brezovic, okej. Edhe po shjet që ka borë. E këzonë edhe në Brezovic, edhe në Brat, ku i kemi gjithashtu pamjet tjera, edhe në Rugov, edhe në këto bjeshkët tona të larta, ka borë të mjaftueshme. Dhe se ka fillu edhe po shijohet kjo, sidomos kjo javë e kam pate shumë miq që kanë shku edhe po bëjnë skimin, por sigurisht ajo që vlen, si që tha edhe Goni, edhe thamë edhe gjatë lajmit, gjithmonë me kujdes të shtuar në çdo pistë që ju e provoni, sigurisht me pajisjet që nevojiten për të bërë një skijem sa më të sigurt.